dashur miq, unë jam Masa dhe sot jam vetëm në këtë episod podcastit Flasim si fëmijë. Vetëm fizikisht, se në zemër e mendje e di që shumë për jush më dëgjoni, edhe kjo më mjafton që të ndihem sikur jam në një bisedë të ngrohtë me ju. Këtë herë nuk kam të ftuar, nuk ka as pyetje dhe përgjigje. Thjesht kam disa fjalë për t'ju thënë, sepse ka filluar vera. Dhe e dini çfarë? Unë e kam pritur shumë këtë verë. Ka qenë një vit i gjatë me shkollë, detyra, stres ndonjëherë, plot gjëra që duhen bërë me rregull. Por tani ka ardhur koha të marrim frymë më thellë, të flem pak më gjatë, të shkojmë te gjyshit, të shëtisim me biçikletë, lajmi në det ose të shkojmë për një shëtitje në mal. Për mua, vera është si një pushim për shpirtin, sigurisht edhe për trupin. Por, me që vera ka ardhur, edhe ne këtu në Flasim si fëmijë, do të marrim një pushim të vogël. Ky është episodi i fundit përpara se të rikthehemi në shtator. Do të më mungoj të flas çdo javë me ju, të dëgjoj të ftuarit tanë, të diskutojmë për gjëra serioze, por gjithmonë në mënyrën tonë të veçantë, të fëmijëve. Dhe sa për ta ditur, kjo që kemi bërë së bashku ka qenë shumë e rëndësishme për mua. Kemi folur për ndjenja, për marrëdhëniet familjare, për frikrat dhe ëndrat tona, për shkollën, për ngacmimet, për të drejtën për të folur dhe për të dëgjuar, për shumë gjëra që ndoshta nuk i themi shpesh. Por ne në këtë podcast i kemi thënë, sepse këtu flasim si fëmijë dhe kjo është një superfuqi që nuk dua ta humbas as kur të rritem. Gjatë kësaj vere, edhe pse nuk do të kemi episode të tjera, ne do të rikujtojmë pjesët më të bukura të podcastit tonë. Do t'i dëgjoni sërish momentet më të veçanta, më të sinqerta, ndonjëherë edhe ato më gazmore. Të gjitha këto i gjeni në Acrolis TV, aty ku do të transmetohen këto pjesë zgjedhura gjatë gjithë verës. Pashtu, jemi aktive edhe në Instagram. Kërkoni thjesht Flasim si fëmijë dhe na gjeni me një herë. Nëse gjatë verës ju vjen ndërmend ndonjë ide apo ndonjë temë interesante, ndonjë pyetje që doni t'ia bëni ndonjë të ftuari, apo thjesht doni të na përshëndesni, na shkruani. Mua më pëlqen shumë kur lexoj mesazhet tuaja. Disa janë shumë të ëmbla, disa janë shumë të zgjuara, disa janë shumë edhe gazmore. Dhe nëse nuk keni mundësi të na shkruani, mjafton që të na kujtoni ndonjëherë, kur dëgjoni ndonjë zhurmë mikrofoni, kur bëni ndonjë pyetje një trituri dhe ai nuk përgjigjet, apo kur mendoni me vete, do ishte bukur ta diskutoja këtë në Flasim si fëmijë. Sepse do të rikthehemi në shtator dhe me shumë ide të reja. Deri atëherë, unë ju uroj një verë plot me aventura. Lexoni ndonjë libër që nuk është detyrë nga shkolla, vizitoni ndonjë vend të ri, shikoni perëndim me dielli, kujdesuni për veten dhe për të tjerët dhe sigurisht mos harroni se zëri juaj ka rëndësi, kudo që jeni. Faleminderit që na keni dëgjuar, që na keni mbështetur dhe që keni qenë me ne në këtë rregutim. Unë jam Masa dhe kjo është Flasim si fëmijë. Mirupafshim.